Autoriteti rrugor shqiptar ka publikuar planin e masave që do të merren për të rikthyer qarkullimin në aksin Librazht-Prenjas. Sot ka dalë në një konferencë për shtyp kreu i ARSH, ai i hekurudhës shqiptare, kreu i shërbimit gjeologjik dhe përfaqësues të policisë dhe emergjencave. Dhe ashtu si kundër pritej, organet shtetërore kanë larë duart duke vënë faj natyrës për shembjet. Edhe pse faktet janë sheshit se është gabuar me aksin e ri, kreu i ARSH, Ami Kozeli, në fjalën e tij, u shpreh se shkak i rrëshqitjes janë shirat e shumtë të javëve të fundit dhe erozioni natyror. Pas takimeve intensive në terren me të gjitha institucionet dhe ekspertët e fushës, si dhe pas analizimit të materialeve fotografike dhe topografike, u vendos mbledhja e Këshillit Teknik të Përbashkët me hekurudhën shqiptare. Nga analiza kryesore rezulton se shkaku kryesor i kësaj situate mbetet ndikimi i rreshjeve intensive dhe të shirave në kohë të gjatë, erozioni lumor, si dhe saturimi i masivit të tokës, gjë që ka çuar në një rrëshqitje masive aktive dhe pa mundësi për ndërhyrje të menjëhershme derisa të merren rezultatet e raportit gjeologjik, tha Kozeli. Mëtej ai u shpreh se në mbledhjen e sotme datë 24 shkurt të Këshillit Teknik të Përbashkët midis ARSH-s dhe hekurudhës shqiptare, me pjesëmarrjen dhe të stafit akademik nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, gjeologëve dhe të shërbimit gjeologjik shqiptar, projektuesve dhe të mbikëqyrësve të ngarkuar, u morën këto vendime: ndërtimi i një rruge të re alternative përgjatë hekurudhës në shtratin e lumit Shkumbin për të mundësuar kalimin e trafikut deri në stabilizimin e plotë të rrëshqitjes, rakordimi menjëhershëm me hekurudhën shqiptare, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Agjencitë e Menaxhimit të Burimeve Ujore për realizimin e kësaj rruge, prishja e urës ekzistuese tashmë jashtë funksionit dhe lehtësimi i ngarkesës në trupin e rrugës së rrëshqitur deri në krijimin e një skarpate natyrale që do të mundsojë ndërhyrje në mjetet e shpimit. Sistemimi dhe disiplinimi i ujrave sipërfaqësore në të gjithë zonën përreth planit të rrëshqitjes, devijimi i rrjedhës së lumit që aktualisht godet trupin e hekurudhës për të garantuar mbrojtjen e saj, për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës. Pavarësisht masave, akoma nuk dihet se kur do të jetë funksional ky aks. Aksi Librazht-Prenjas është një segment me rëndësi strategjike dhe rikthimi i tij në funksion të plot do të bëhet vetëm pasi të kemi garantuar stabilitet afatgjatë të terrenit dhe të infrastrukturës, tha Kozeli. Kreu i ARSH-s i doli në krah kompanisë ANK, e cila po merret me ndërtimin në aksin rrugor aty. Ai u shpreh se nuk ka pasur ndërhyrje në lum, duke dhënë garanci për të. IKMT ka kontrolluar zonën, nuk ka asnjë lloj shkelje nga kontraktori në marrjen e inerteve, tha kreu i ARSH-s. Edhe pse Kozeli flet me shumë garanci, në fakt pamjet nga terreni tregojnë se kompania ka ndërhyrë në basenin lumor.